Kur themi kanin, mendja na shkon tek Skënderbeu, heroi ynë kombëtar, tek martesa e tij me Donika Arianitin, vajzën e madhe të Gjergj Arianitit. Është natyshme që vetë që një film artistik mund ta ringjall atë skenë kur Gjergj Kastrioti, 46 vjeçar, tashmë burr në mosh, hipur mbi kal, i veshur dhëndër e njëkohësisht luftëtar në shoqërimin e kryqëve, gjithashtu kalorës, hyn plot madhështi në kalan e Kaninës. Ja, i dëgjoni tamtamet e daullëve, së paku le ta përfitojmë kështu, ndërsa pritësit, kështjellarët, populli në të dy krahët e të tapetës për në kala, bërhorasin për dhëndrin e pazakon. Dhe pastaj ceremoniali, Gjergj Arianiti që përqafon Gjergjin tjetër të kalas së Krujës, këtë burr të famshëm e të lavdishëm, pastaj dhëndri që takon nusin e re Donikën, të drojtur, të emocionuar e paksa në tu, pastaj dreka e kryqëve, me urimet e përzemërta, të trashëgohen. Kështu do të ketë ndodhur ati 21 prilli të vitit 1451, këtu e 556 vjet më parë, në Kanin. Le të na sjellë diçka në përfytyrim skena e dasmës së Gjergj Kastriotit me Donikën e Aranitëve nga filmi Skënderbeu. Sotim shirisht njëjat, moj Donik. Si ka hije vajzës Aranitit të shikoj kështu burrat? Ja, shiko se i bukur është Berati. Unë jem atëherë i vetë. Trego, që kanë ti Donika tjetej? Nuk ishim në Kanin, ishim në Krujë, por sollëm ndërmend Kaninën. Atëherë pra, ç'është kjo kala e Kaninës? Në vargun e monumenteve të shqiptare historike të rrethit të Vlorës, Kanina zë një vend të rëndësishëm. Këtë ne do të përpiqemi ta shpjegojmë gjatë këtij telereportazhi me historianin Ilirian Gjika në rrafshin e monumenteve historike të Gjirit të Vlorës e më gjerë. Shkurt, kur bëjmë një fjalë për trevën e Vlorës, duke ndarë periudhat në dy, prehistorike dhe antike, në këtë të dytën, 4 janë qytetet e qytezat e rëndësishme të lashtësisë antike, Oriku, Floronioni ose Kanina, Triporti dhe Aulona. Po të shtojmë këtu Amantjen, Olimpen dhe Cerajn, Brataj, mund të flasim për Dëndësi Banini, për një jetë qytetare shumë të zhvilluar. Kanina lidhet me Gjirin e Vlorës, duke u bërë barierë mbrojtëse në vargun kodrinor të Shashicës për rreziqet që mund të vinin nga territori amantin. Përveç pozitës strategjike, Kanina shërbente edhe si urë komunikimi ndërmjet Gjirit të Vlorës dhe luginës së Shushicës. Keramika e përftuar nga gërmimet nuk shkon përtej shekullit të tretë para erës së re, gjë që nënkupton edhe kohën në të cilën u ngrit vetë qyteza. Kanina, sipas burimeve të shkruara antike, është një nga qytetet më të hershme të kësaj treve. Gërmimet arkeologjike të vitit 1974-77 të bëra nga Komata kanë nxjerrë në dritë muret rrethuese të ndërtuara me bloqe të skalitur të shekujve 4-3 para erës së re, por me vlerë janë disa fragmente enësh që datojnë shumë herët, shekujt 7 dhe 6 para erës sonë. Atëherë, le të nisemi së bashku për në Kaninë. Në vazhdim të emisionit vëzhgime arkeologjike dhe historike, sonte do të bëjmë fjalë për kalan e Janinës. Që përfaqëson kjo kala kaq e famshme në kompleksin e veprave monumentale historike të rrethit dhe të qarkut të Vlorës, dhe për këtë, si dhe herët e tjera, ne kemi ftuar për të bashkëbiseduar dhe për të hulumtuar historianin tashmë të mirënjohur Ilirian Gjika. Pyetja vetvetiu të lind, po a ka qenë vështirë të pushtohej kjo kala për këtë pozicion që ajo ka? Atëherë nderuar Ilir, ja ku e kemi prapa shpinës tonë, pikërisht kalan e famshme të Kaninës. Dhe është e kuptueshme se unë përfitëroj me njëherë edhe hidhem, zhvendosem në kohë dhe duhet të di një ushtri osmane më tej akoma në mesjet apo më thellë akoma në histori, kur kemi parasysh Apollonin
për të cilën bëm fjalë në emisionin e kaluar. Ta përfitojmë një ushtri armike në këtë rast që ka rrethuar këtë kala. Do ta nisja me këtë ide që më dhat nga çmimin. Nga Vlora për në Kanin, rruga është treçerekore në kamp. Një ushtrie antike ose mesjetare i duhej një ditë për të ndjekur, për të vijuar rrugën dhe për të ngjitur në Kanin, për të sistemuar dhe për të filluar rrethimin. Por unë do të shtroja pyetjen, po atyre mbrojtësve të qytetit, ose mbrojtësve të kalas, ose atyre që njerëzve që projektuan dhe ndërtuan këtë kala, a u dashur mund për ta ndërtuar? Patjetër, ne këtu jemi në kuotën 200 metra mbi nivelin e detit, kemi përballë një pjesë të Vlorës dhe të gjithë sipërfaqen e gjirit të Vlorës, për cilin edhe mund të flasim. Por meqense jemi specifikuar tek kalaja e Kaninës, do të them këtë që se kalaja ndodhet në kuotën 379 metra mbi nivelin e detit, ndodhet midis kodrave të Qishbardhës, vazhdohet me kurrizin e kodrave të fshatit Kanin dhe mbërrihet pastaj në malin e Lungarës, i cili ndodhet përballë me ishullin e Sazanit. Pikërisht ideja e amantëve ishte se ndërtimi i kështjellës Kaninës mund të kontrollonte fare mirë nga pikpamja strategjike gjirin e Vlorës. Dhe po të shikosh gjirin e Vlorës dhe t'i bëjmë një përshkrim atij, mund të themi se gjiri i Vlorës mbar në vetvete kushte të shkëlqyera për strehimin dhe lundrimin e të gjitha anijeve. Ai është gjiri më i madh i Bregdetit shqiptar, që nis që nga kepi i Plakës në Treport, vazhdon drejt jugut duke krijuar formën e një krahu të hapur deri në gjirin e Shënjanit në veri të kepit të Karaburunit, të Gadishullit Karaburunit. Në hyrje të tij gjendet ishulli i Sazanit me një largësi prej 17 kilometrash nga qyteti i Vlorës. Gjiri ka një gjatësi prej 19 kilometrash, gjerësi prej 9.5 kilometrash dhe thellësi prej 54 metrash. Pjesa perëndimore e tij shtrihet përgjatë Gadishullit Karaburunit, i cili dhe dita e sotme është shumë e bukur dhe duket shumë qartë. Është e tipit abraziv dhe shkëmbor, ndërsa pjesa lindore e gjirit të Vlorës, pra gjithë pjesa përgjatë qytetit të Vlorës deri tek porti i flotës vlonjate të peshkimit në Zvërnec, është Bregdeti ulët ranor dhe i pajisur me njësër plazhesh të mëdhenj dhe të vegjël fushor. Ujërat e Adriatikut, që përbëjnë këtë gjë vërtet mbreslënës dhe të bukur, arrin temperatura që variojnë nga 13 gradë në stinën e ftohtë të dimrit deri në 25 gradë në muajt e nxehtë të verës. Relievi i gjirit të Vlorës i mbar të gjitha format të cilat shihen qartë nëpërmjet objektivit kamerës son, duke nisur që nga kurrizi i kodrave të Treportit, vazhdon me pasqyrën e lagunës së Nartës, që këtu duket shumë pranë, që është një nga lagunat më të mëdha të vendit tonë dhe është një nga liqenet me origjinë detare. Vazhdon me gropën e Vlorës, ashtu siç e thotë kënga popullore më i Vlorë bukur në grop, me malin e Shashicës, kalan e Kaninës që ndodhet në rrës të tij, të cilën do ta vizitojmë më pas, me malin e Lungarës përballë Karaburunit, me Llogaran, që është pika më e lartë e luginës së Dukatit, për të vazhduar më tej me rrëzën e kanalit në Karaburun dhe duke mbyllur unazën në Sazan, që është dhe pika më perëndimore e Republikës së Shqipërisë. Këtu ndodhemi poshtë kalas. Muret me aq sa janë zbuluar dëshmojnë për madhështinë e kalas para se të kemi hyrë në te. Ndërsa këtu jemi në pjesën lindore të kalas. Për herë të parë, Kanina ka lindur si vendbanim i amantëve në rivalitet me koloninë greke të Orikut që shtrihej në jug të gjirit të Vlorës, pikërisht në shekujt 4-3 para Krishtit. Kanina përmendet për herë të parë nga shkrimtari antik Prokopi i Cesares me emrin Kion. Ai e përmend si kështjell. Prokopi i Cesares njihet për veprën e tij
mbi ndërtimet që bëri perandori Justinian i Bizantit në katër provincat ilire, dhe pikërisht në punësit e tij, ashtu siç ndërtuan edhe Bylisin, arkitekti Viktorin, mund të ketë ndërtuar edhe Kaninën, këtë fortesë me këtë sipërfaqe që e shohim sot në formën e një trapezi të çrregull dhe me sipërfaqe prej 3.6 hektarësh. Por do të jetë mesjeta dhe do të jetë shekulli 10 kur Kanina do të shfaqet në një histori si një qytet i rëndësishëm i Shqipërisë perëndimore. Kjo duket nga vlerësimi që i bëhet këtij qyteti gjatë luftrave të normanëve, të pushtuese të normanëve të Napolit me perandorin Alex Komnen. Historiania bizantine Ana Komnena, vajza e perandorit Alex Komnen, në përshkrimet e saj që i bën tek vepra Aleksiada luftimeve midis këtyre dy fuqive të kohës, thotë se Vlora, Jeriko, pra Oriku, dhe Kanina patën si mbrojtës Mihal Kekaumenin, një ushtarak bizantin. Gjatë luftimeve normano-bizantine në territorin e Kaninës ka ndodhur një episod shumë i bukur që na e sjell Eqerem Bej Vlora, kur trupat normane rrethuan Kaninën. Kështjellari bizantin nuk denjoi që t'ia dorëzonte atë trupave normane. Atëherë Bohemundi i Tarentit, djali i Robert Guiscardit, mbretit norman të Napolit, me anë të parave, korruptoi një pjesë të kështjellarëve të Kaninës dhe të shoqen e komandantit bizantin, të cilët e dorëzuan pasi vranë komandantin e kështjellës pa luftë Kaninën trupave normane. Po kur në Vlorë erdhi pikërisht mbreti Robert Guiscardi, ai u njoh me këtë vepër të ulët të këtyre ushtarakëve dhe të gruas tradhtare dhe urdhëroi që kjo grua të më burgosej në manastirin e izoluar të Zvërnecit në Nart. Ky është një nga episodet që tregohen. Eqerem Bej Vlora e ka shkëputur, jep tek libri i tij Kalaja e Kaninës dhe shkrimet të tjera, edhe citimin që e ka marrë nga një kronik anonime normane e shekullit të 11. Duhet themi se studimi i parë që është bërë mbi Kalan e Kaninës ka qenë i Eqerem Bej Vlorës. Ai ka shkruar dhe ka botuar në vitin 1908 librin Kalaja e Kaninës dhe shkrimet të tjera, një dokument me shumë vlera historike dhe kulturore që mbart kjo kështjellë. Midis të tjerave, ai thotë se sa ka pasur formën e një trapezi të parregullt, siç e cituam më parë, me mure që kanë kaluar në shumë faza ndërtimi, duke nisur nga antikiteti dhe duke vazhduar në mesjet dhe më vonë. Brenda këtij territori të kështjellës ndodheshin 3 sheshe, ku ishin vendosur një sër shtëpish banimi, që i kishin shërbyer garnizoneve ushtarake, magazina, haur dhe stalla, po në funksion të këtyre garnizoneve. Ndoshta sheshi i parë është pikërisht aty ku është fokusuar edhe kamera e Nurës. Pikërisht. Ndoshta. Mes përmes kalas kalonte edhe një rrugë që ndante praktikisht atë në 2 pjesë, pra në oborrin e sipër, në pjesën perëndimore, dhe oborrin e poshtëm në pjesën lindore ku është fokusuar dhe kamera jon. Kalaja ishte pajisur me 3 hyrje komunikimi. Janë emra që nuk janë ruajtur emrat e vjetër, por këto emra i përkasin pushtimit turk. Siç është porta e fshatit në pjesën jugore të saj, porta e Beut në lindje dhe porta e mbretit në veri. Në Kala dikur gjendej dhe selia e peshkopatës së Kaninës, pra gjendej selia e peshkopit, disa kisha nga ku mund të përmendin Shën Onufrin, të cilit Gjergj Arianiti kishte dhuruar edhe një këmban. Sot në kështjellë mund të shihen rrënojat e kullës Agait, që ka qenë dhe selia e komandantit turk të kështjellës, dhe ndodhet edhe teqeja e famshme e familjes Vlora, e cila ka një historik tjetër interesant që lidhet me kështjellën e Kaninës. Pikërisht në teqen e familjes Vlora, në teqen e famshme që është teqeja më e vjetër në Shqipëri, e ndërtuar në vitin 1417, kur turqit pushtuan për herë të parë kështjellën e Kaninës dhe vendosën këtu një garnizon jeniçerësh. Dihet që sekti Bektashi ka qenë sekti shpirtëror i jeniçerëve i gardës perandorake të sultanit, themeluar nga sultan Orhani, dhe
eliminuar nga reformat ushtarake të Sultan Mahmutit II në vitin 1826. Interesant është pikërisht kjo teqe, të cilin do të ishte me vend dhe me shumë vlerë t'ja paraqesnim teleshikuesve të televizionit ton, pasi aty dikur ka qenë varrosur Ismail Qemali dhe vetëm në vitet e vitur me propozim të Bashkisë Vlorës dhe të bashkiakut atëhershëm Ali Aslani, transferimi i eshtrave nga teqeja e kalas Kaninës për në sheshin e Flamurit, ku ndodhet dhe sot varri i Ismail Qemalit, arkitektit të shtetit shqiptar, por këtu janë të varrosur, prehen në qetësinë e Kaninës, pikërisht edhe diplomati italian Renzo Falaschi dhe shoqja e tij Nermin Vlora Mbesa Ismail Qemalit, albanologja e shquar. Nga pjesa veriore na zbulohet si në vëllëm të dorës i Gjiri Vlorës. Rëndësia e kalas Kaninës, profesor Maku, ra në vitin 1537, kur në Vlorë erdhi vetë Sultan Sulejman Madhështori. Ai ndërtoi aty ku sot ndodhet stadiumi i sotëm Flamurtari, pikërisht kalan 8 këndshë të Vlorës. Kishte një formë 8 këndshë. Kalaja mos është rënohet e së cilës dolën gjatë ndërtimit të një pallati? Të një pallati pranë stadiumit. Kalaja u rënua përfundimisht në vitin 1906, kur Bashkia e Vlorës me gurët e saj shtroi rrugën Skel-Vlorë, sepse po të vëzhgosh nëpërmjet objektivit të kamerës pasqyrën e lagunës së Nartës dhe të gjitha ndërtimet që vijojnë nga bregu i liqenit të Nartës, ndjekin linjën duke ofruar qytetit të Vlorës dhe vetë qytetit të Vlorës deri në Skel, shikon nga konfiguracioni i relievit, sepse ajo është një zonë pranë nivelit të detit. Dikur ka hipoteza që gjithë kjo zonë, liqeni i Nartës dhe qyteti i sotëm i Vlorës kanë qenë pjesë e gjirit të dikurshëm të Vlorës dhe kodrat e Zvërnecit nuk kanë qenë gjë tjetër veç se disa ishuj të shpërndarë në hyrje të gjirit të Vlorës. Vlora, po kur mund të ketë qenë kjo afërsisht? Përpara 2500 vjetësh. Po. Dhe me një rrip të ngushtë duhet jetë lidhur ndoshta me pikërisht me kodrat e Zvërnecit. Mendohet që aulona antike është rirë tek kepi i plakës në Zvërnec, shkatrimet që i bën tërmetet e shekujve të 3 dhe të 4, që prekën gjithë Adriatikun lindor, që kanë të bëjnë me Apollonin. Që kanë të bëjnë dhe me Apollonin, e shkatron Apollonin, Vlorën dhe Orikun. Për aulonën e vjetër nuk kemi dokumenta, ndërsa për Apollonin dhe për Orikun dokumentohet nga të dhënat e autorëve antik shkatrimet e tërmeteve. Nga kjo tezë nisemi që këtë fat duhet këtë pas aulona antike që shtrihej në kepin e Treportit. Dhe atëherë, aty ku ndodhet sot xhamia, u ndërtua pikërisht Vlora ose aulona e re, gjatë periudhës romake, në shekullin e 4 ose në shekullin e 5 dhe që vazhdoi si qytet gjatë periudhës bizantine dhe asaj turke. Pra, Vlora e sotme është rirë vetëm në këta 100 vitet e fundit, sepse dokumentat osmane dëshmojnë se qyteti i Vlorës, lagjet e hershme të saj, Karabashi, Muradia, Topanaja, Xhedidi, shtriheshin pikërisht në atë territor, domethënë këto lagje ishin bërthama e vjetër e Vlorës. Aty është rirë Vlora e mirëfillt si qytet romake, bizantine dhe turke, pavarësisht se ruan këto emra që i ka marrë këto toponime gjatë pushtimit turk. Dhe Kalaja që e Vlorës, që ndodhej dikur në rënojet e të cilës skandal aty, ose që ndodhej diku aty ku ndodhet sot stadiumi Flamurtari, u ngrit nga Sultan Sulejmani, kur marina turke humbi bazën e rëndësishme të Pashalimanit, pasi u kërnetizua gjiri dikurshëm i Orikut antik dhe u kthye në një lagunë siç është sot laguna e Orikumit. Dhe flota turke e vendosi bazën e saj në skelën e sotme të Vlorës, që atëherë ishte 4 kilometra larg qytetit. Qyteti Vlora e Re është qyteti 100 viteve
i 100 viteve të fundit. Interesant janë dhe dëshmitë e Edi Durhamit të vitit 1906, kur thotë që Vlora shtrihet në një zonë këndetore dhe përshkruan dhe lejlekët. Dhe pikërisht zyrtarët e lartë të Sanxhakut të Vlorës banonin 6 muaj të verës në Berat, e kishin vendosur selin e tyre, dhe 6 muaj në Vlorë. Muajt e verës ata veronin Berat, sepse Vlora ishte një zonë malarike, pikërisht sepse ky gjë i dikurshëm u kënetëzua dhe u kthye në atë gjendje që përshkruan Edi Durhami. Ndërsa me bonifikimet që u bën pas luftës, sipërfaqja u përmirësua dhe sot është bërë një zonë ku është përfshirë nga bumi i ndërtimeve, pasi dihet zhvendosjet e popullsisë në këto 15 vitet e fundit, zhvendosjet nga banimet rurale drejt këtij qyteti që po i nështrohet një urbanizimi të çuditshëm. Kjo është porta jugore, ndoshta e vetme që lidhte qytetin me Kalan. Ndodhemi këtu në portën jugore të qytetit të Kështjellës së Kaninës, quhet porta jugore sepse në jug të Kështjellës ndodhej dhe fshati. Kjo është quajtur nga vendasit, duhet të jetë toponimi i periudhës turke, porta e fshatit, sepse bënte pikërisht komunikimin me fshatin që duket në shpinën tonë. Porta ka qenë e fortifikuar dhe me një kull, muret e të cilës ruajnë që nga blloqet e vjetra të periudhës ilire, ndërsa pjesa tjetër është rindërtimi i ri. Më vonë paria e fshatit vendosi që meqense kjo kull ishte një pamje shumë të mirë nga fshati, ta ngrinin rreth 20 metra të lartë me fondet e vetë fshatit dhe të vendosnin sahatin, ta shndërronin një kull të sahati që do t'i shërbente fshatit të Kaninës. Më vonë pastaj gjatë vitet monizmit sahati u mor dhe u zhvendos diku në qytetin e Vlorës. Atëherë ta lidhim profesor Maku dhe diçka me qytetin e Apollonisë, portën perëndimore të qytetit ton të Fierit. Të tregojmë këtu në Vlorë edhe pak lokalistë si nga Fieri që jemi. Vlerat e kemi të përbashkëta, kështu që Megjithatë thash sa për ngacmim të bisedës. Një nga shkrimtarët antik, Pausania, shkrimtari i shekullit të dytë para Krishtit, shkrimtar grek, përshkruan një ngjarje interesante që ai e lidh me një monument të cilin e pa në qytetin Olimpia të Peloponezit, aty ku zhvilloheshin dikur lojrat e famshme olimpike. Ky monument ishte porositur nga Apoloniatët, pra nga banorët e Apollonisë antike, Apollonisë i Ilirisë, apo po e quajmë Apollonisë son të Fierit, të cilët këtë monument e kishin porositur tek një nga skulptorët më të famshëm grek, Lyku, djali i njëri prej më të mëdhenjve skulptor, Mironit, sepse 4 shja e famshme kanë qenë Fidia, Mironi, Lisipi dhe Praxiteli. Dhe pikërisht Lyku i Mironit kishte konceptuar dhe kishte krijuar monumentin që në bazamentin, në krepisin, në bazamentin e tij shkruaj që ishte porositur nga Apoloniatët dhe ishte financuar me 1/10 e plaçkës që ata kishin kapur në qytetin Amant të Thronit. Qyteti Amant i Thronit, sipas të gjitha gjasave, nuk është gjë tjetër veç se Kanina e sotme. Lufta midis Apoloniatëve dhe Thronit do jetë bërë për dominimin e gjirit të Vlorës dhe të qytetit të Orikut, i cili do të pushtohet më vonë nga Apoloniatët, si ngjarje mund të ketë ndodhur në fillim të shekullit të 5, rreth viteve 480 para Krishtit, dhe problemi ishte për të kontrolluar rrugët që lidhnin me Italinë e Jugut, pasi Throni po i merrte Apollonisë pikërisht ekskluzivitetin e piknisjes, ndoshta edhe të degës jugore të Egnatias, por dhe për të kontrolluar edhe guroret e shumta të Karaburunit, për cilat Apoloniatët kishin shumë nevojë, sepse dihet, e tham dhe emisionin e shkuar, varësia e qytetit të Apollonisë për materiale ndërtimi dhe bazë atëherë
në ndërtime ishte guri. Myzeqeja e varfër me gur, sepse dihet nga pikpamja gjeografike është një fushë e panë, nuk u afronte këtë mundësi për ai të domosdoshme për ndërtimin dhe për fortifikimet, pasi dihet që fortifikimet ishin kryesore për qytetet antike dhe ato mesjetare. Dhe pikërisht ne folëm për pushtimin në fillim të këtij telereportazhi, por një nga pushtuesit e thronit duhet të kenë qenë dhe Apoloniatët. Imagjino se çfarë lëvizje mjetesh monetare duhet kenë bërë Apoloniatët për të vënë përsëri në lëvizje makinën ushtarake të kohës. Duke marrë parasysh fortifikimin e kësaj kështjelle që po e shohim këtu drejt për drejt tek gjurmët që kanë mbetur, terrenin shumë të fortifikuar, por edhe vështirësitë e relievit dhe duke shtuar këtu edhe iniciativën ose guximin ose aftësinë mbrojtëse të pikërisht të qytetarëve të thronit. Duke parë me syrin e sotëm me që ne kemi dhe emisionin tonë posaçëm vëzhgime arkeologjike dhe historike, do të ishte me interes të jepnim ose ti të na thoshe kjo pamje që ruhet sot, a përputhet me vlerat që ka ky monument i kulturës? A mund të ishte bërë dhe a mund të bësh diçka? Nuk po them që t'i përngjajmë Apolonis, po që të dim që jemi në shekullin e 21 me një infrastrukturë të pranueshme që të vinim edhe për ta parë, për ta kundruar si vend të bukur, por edhe të kalonim një ditë të këndshme. Një ditë pikniku do të thosha. Kjo është vërtet për të ardhur keq. Këtu nuk ekzistojnë kushtet për të zhvilluar një turizëm kulturor, aq më tepër që ne historianët i paraprim me shkrime, botuesit e guidave turistike i paraprim me guida turistike. Ministria përkatëse shpenzon shumë para, kohë dhe energji për të prezantuar një turizëm elitar në Shqipëri, por me të tilla kushte ne nuk mund të zhvillojmë turizëm kur mungon infrastruktura, kur monumentet janë lënë në mëshirë të fatit dhe kur mungojnë edhe guidat e specializuara për t'i udhëhequr pikërisht këta turistë. Pra duhet një punë mjaft e madhe si nga pushteti qendror ashtu dhe nga pushteti vendor për të mundësuar zhvillimin e turizmit. Unë e kuptoj që ne nëpërmjet kamerës son mund të nxisim fantazinë e të gjithë atyre teleshikuesve që jetojnë në këtë rajon të Shqipërisë ku shihen valët e televizionit Apollon dhe ata të nxitur pikërisht nga kjo piknisje mund ta vizitojnë Kaninën, por ne nuk mund të zhvillojmë akoma një turizëm si dikur, një turizëm të tipit ekskursion. Ndoshta në këto emisionet tona, në edicionet informative, do të interesojmë edhe me grupet tona të xhirimit, me gazetarin që kemi në Vlorë dhe ne vetë me qendrën e fjerësit televizioni Apollon, mundet ta si thosh ta ndjekim se a ekziston diçka në planet, në programet, në projektet e njësisë së pushtetit vendor, në institucionet përkatëse, çfarë do na thotë edhe drejtoria e monumenteve të kulturës. Le të shpresojmë që këto probleme në të ardhmen të kenë një zgjidhje sa më të shpejtë. Ne në mënyrë modeste do t'japim ngacmimin tonë dhe do t'i mbështesim këto pikërisht këto institucione përkatëse në aspektin moral dhe intelektual. Unë nuk jam shumë optimist, megjithatë them që diçka edhe mund të bëhet në të ardhmen. Për të bërë diçka më të plot, ne kishim lënë që të takoheshim me profesor Dr. Barlosh Gaçe, pedagog në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës, i cili për arsye pune nuk mundi të na shoqëronte në rrugën tonë për në Kalar, por e kishim lënë për të takuar me të në Orikum, dhe u takuam mbas dite. Jemi këtu së bashku me akademikun Barlosh Gaçe, njohës i mirë i historisë, kombëtar edhe të qarkut edhe më gjerë të Vlorës, dhe do të donim që ç'mendim do të kishte, çfarë mund na shtonte në këtë bisedë për Kalan e Kaninës.
Mirë se u gjetëm, zoti Bardosh. Faleminderit dhe unë gëzojmë që Apollon ky televizion me vizion të gjerë dëgjon dhe fjalën tonë. Kalaja e Kaninës është mjaft interesante sepse nuk ka qenë thjesht një fortifikim në brigjet detare të Adriatikut, por mjaft studius të famshëm europian si Jeri Çeku, Hahni, Carpacci, por dhe studius italian si Piero Marcone kanë folur me mjaft dëshmi të lartësisë të traditës dhe të kulturës së saj. Aq më shumë sot që në zhvillimet e reja të shoqërisë shqiptare, në fushën e turizmit dhe të ekonomisë shqiptare, Kanina është një nga perlat e Bregdetit tonë dhe kur flasim për Kaninë, nuk merret vetëm kalaja, nuk merret vetëm tradita e fshatit Kanin, por edhe Shashica dhe fshatat përreth. Për këtë kala kanë folur studius edhe Baldacci dhe sidomos kohët e fundit në studimet që janë botuar në Rom e Qerenbe Vlora. Kalaja e Kaninës ka lartësinë e saj dhe me ngulmimet që u bën në 89-90 dhe në kujdesin që duhet ta them dhe ta dëshmoj të profesor Alex Budës, një nga studiusit dhe arkeologët e famshëm, Damian Komata, bëri gërmimet e veta gati 10 vjeçar. Libri i tij për mua është monumental dhe tregon se ashtu si Piero Marcone, e Qerenbe Vlora dhe studius të tjerë bashkojnë në një pikë. Kalaja e Kaninës pothuajse ka qenë një vendbanim i hershëm me kulturën e vet, me luftat dhe përpjekjet që dëshmohet sidomos në kulmet e saj me Gjegj Aranitin, një nga krye kapedanët e labristë të Vlorës, por dhe me mjaft figura të spikatura që kanë nxjerrur në historinë shqiptare dhe ato otomane gjatë 500 vjetëve të fundit. Pothuajse Vlora është themeluar nga njerëzit më të ditur që kanë qenë kaninjot. Këtu bëhet fjalë për Sinan Pash Vlorën. Sinan Pash Vlora ishte kryeministri i Turqisë. Ishte valiu i Rumelis ku përfshiheshin të gjithë vendet e Ballkanit dhe pasardhësit e tij janë me Ismet Qemalin dhe Fejt Pash Vlorën që u bë kryeministri i fundit i perandojës otomane dhe vdiq në Sarajevë në vitin 1114. Të gjitha këto tregojnë për një kulturë të lashtë të Kaninës, por nga ana tjetër unë do të thoshe që sot në kushtet që kemi neve, Kalaja e Kaninës kërkon hapësira të tjera për të restauruar, por dhe për të zbuluar ato pjesë të cilat janë nën tokë. Pothuajse 1/3 e këtyre dëshmive shikohet nga ne, 2/3 nuk shikohen. Nga ana tjetër do të thoshe që vetë kaninjotët po bëjnë përpjekje kohët e fundit edhe me shoqatën e tyre dhe me organizma të tjera shtetërore, por dhe Instituti i Monumenteve të Kulturës në Vlorë për ta rikthyer në jetë që në Kanin dhe pikërisht në Kala të organizojnë koncerte, takime, sepse ajo është mjaft tërheqëse për turistët, por dhe për vizitorët tanë vendas. Na ra në sy një shkreti që nuk është e vizitueshme, një vlerë e madhe thamë atë lart, monumentale, por që do vesh çfarë do shikosh, atëre nuk ka kurfar infrastrukture. Nuk e them vetëm rrugore për pjesën që të çon në Kala, po dhe brenda për brenda nuk pamën asnjë gjë, kështu që edhe na habiti pak. Sot kur flasim për zhvillimin turistik të Vlorës nuk mund të flasim pa Orikun. Vlora nuk mund të kuptohet pa Orikun, nuk mund të kuptohet pa Kaninën, nuk mund të kuptohet dhe pa parkun kombëtar të Amantjes. Dhe unë mendoj që të gjitha vizionet e reja që duhet të ndërtojmë për zhvillimin ekonomik dhe turistik të Vlorës, duhet të zhvillohen dhe me këto hapësira. Ashtu siç shikohet dhe këndvështrimi nga Zoni Esti dhe Narta, që janë pika me bukuri të rrallë, po dhe me monumente të tjera kulturore. Unë do të thosha këtë gjë, që Kalaja e Kaninës ka nevojë për restaurime të thella, po dhe për gërmime. Po të marrësh studius të tillë si Koliqin për shembull. Ai thotë një mendim që shumë vite para meje thot në Kanin Kanin e ka vizituar thot Stefan Gjeçovi. Dhe ai thot objektet arkeologjike nën tokë duhet dalin dritë. Pra që në vitin 1120 që ka qenë Stefan Gjeçovi dhe sot ne kemi bërë shumë pak për të zbuluar dhe për të nxjerrë dritë to pasuri etnokulturore që janë në Kanin.
dhe prap deti, Gjiri, Karaburuni, Sazani. Atëre Ilir, kaluam këtu një ditë në Kaninë të Vlorës. Në radhë parti u përqendrova në disa nga vëzhgimet e tua në historikun e kalasë së Kaninës dhe të lidhur ngushtë me historinë lokale dhe kombëtare të në vazhdim të shekujve. Mendoj se ky telereportazh i sotëm do të ketë vlera estetike, njohëse dhe kulturore për teleshikuesin dhe unë premtoj se do të jemi përsëri i gatshëm për televizionin tuaj, për të vizituar edhe pjesë të tjera të interesante të Gjirit të Vlorës, do t'i qoja unë, siç janë rrënojat e qytetit Orikut antik ose të kishës Marmirojt në Orikum, të vizitonim një ditë rrënojat e Aulonës antike në Treport, por edhe manastirin e Zvërnecit, që është jo vetëm një objekt kulti, por bartë në vetvete edhe vlera historike dhe kulturore. Atëherë të nderuar teleshikues, telereportazhi tonë erdhi fundi. Unë do doja që përveç se në emër të stafit televizionit Apollon, të presidentit Artur Rustemi, që e ka mbështetur dhe e mbështet fuqimisht këtë emision, por dhe në emrin tuaj do të doja ta përshëndesja, ta përgëzoja për këtë nismë, për të zbuluar edhe më tej me aq sa të mundemi vlerat e mëdha që mbartin krahinat e Labris, të Myzeqes, më përtej Shkumbinit, atje ku shtrihen edhe valët të televizionit Apollon. Mirupafshim në emisionin e ardhshëm. Dhe këtu ne po i vëmë pikë emisionit tonë për Kaninën. Natyrisht këto janë shumë pak nga sa mund të thuheshin. Dhe akoma më pak po të ishte zbuluar gjithë kalaja. Të tjerë do të thonë më shumë. Kjo s'ishte veç një dritare e vogël për të vështruar kalan e Kaninës, për të hedhur paksa dritë në vlerat e shqura historiko-arkeologjike që mbart ajo. Në emisionet të tjera ne do t'ju rikthehemi vlerave të shqura arkeologjike dhe historike që mbart treva e Vlorës.